Amma ba'd, falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, salavatet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Jemi në ligjëratën e radhës të cikli i ligjëratave të namazit të teravis. Jemi në teravin e fundit të këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe jemi në ligjëratën e radhës se përse duhet ta duam Allahun Azza wa Jall, duke shpalos motive, të cilat motive na stimulojnë neve që ta duam Zotin Xhellahu Ala. Andaj duhet ta duam Allahun Azza wa Jall nga se Zoti na qetëson. Dunjaja është sprovë. Kjo botë është dinamike. Zemra shqetësohet, pluhuroset dhe i vetmi strehimi i kësaj zemre është Allahu Azza wa Jall. Nëse Zoti nuk e qetëson zemrën tonë, mu çu këtë mjekët e dunjas, nuk kanë mundësi me qetësu. Mu çu këtë hoxhallarët e dunjas nuk kanë mundësi me qetësu, nga se el qulubu biyadi Rahman. Zemrat e krijesave, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë në duart e gjithë mëshirshmit. Pra Allahu Azza wa Jall është ai i cili neve na qetëson nëse don ai Xhellahu Ala. Andaj zemra me Allahun qetësohet, zemra pa Allahun e hub busullën edhe shqetësohet. Për atë arsye kanë thënë dietarët, prej begative që Allahu ja jep dikujt për robët e tij është se Allahu i jep qetësi dhe siguri në zemër. Njerëzit stabilitet zemrës e llogaritin vetëm çështjen materiale, vetëm çështjen komode, por kanë harruar që zemra merr stabilitet, merr qetësi vetëm atëherë kur kjo zemër është e lidhur me Allahun Azza wa Jall. Andaj dietarët kanë thonë që es-sekine, qetësia e Allahut Azza wa Jall, pra zbret në zemrat e njerëzve të devotshëm. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall i jep këtyre zemrave paqe edhe i jep këtyre zemrave siguri. Andaj burimi kryesor i qetësisë së zemrës është një burim. Mu kthy ka ai i cili e ka kriju këtë zemër. Ajo është lidhja me Allahun Azza wa Jall. Nëse Ramazan s'ki pas mundësi me gjetë këtë qetësi edhe me kriju një lidhje të re me Zotin, ose me lidhë zemrën tonë me Allahun, atëherë kur ke mundësi me bëni gjë të tillë. Për arsye, cilën zemër e qetëson Zoti, cilën zemër e bekon Zoti, ajo zemër e cila o me yu'min billahi yahdi qalba, ajo zemër e cila beson fuqishëm në Allahun, Allahu e udhëzon zemrën në fjalë. Jetën e përditshme Allahu Azza wa Jall ka garantuar që edhe këtë botë, por edhe botën tjetër, është me alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Është me ata që janë bamirëse edhe i friksuan Zotit. Andaj bamirësi nuk ka pse me u friksu krijesave. Ai i cili tutet Zotit nuk ka pse me ju tut krijesave. Nga sa Allahu është me bamirësit, është me ata që i friksohen Allahut Azza wa Jall. Kur Allahu është me ty, zemra jote është stabile, zemra jote qetësohet. Andaj bamirës, ti që i friksohet Zotit, përse me qenë njeri që friksohet për dikujt tjetër? Pse kjo zemra jote nuk ka stabilitet? Ktheju Allahut Azza wa Jall dhe beso fuqishëm dhe bindshëm se që Allahu është me ato zemra që janë të friksuara vetëm ndaj Zotit dhe janë zemra bamirëse. Gjithashtu, qetësia e zemrës këtë dunja arrihet përmes disa elementeve që i ka cekë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Elementi i parë është qetësia përmes besimit. Kur ti beson pa luhatshëm Zotin, kadirin e Zotit, caktimet e Zotit, kur ti beson se çdo gjë ndodh me urtësi hyjnore dhe dije hyjnore, atëra inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allahu i mbron ata që kanë besu. E ç'është më mbrojt? I bën që të ngadhnjejnë ndaj mirëve të tyre, i bën që zemrat e tyre të kenë qetësi. Për shembull, argument që imani e qetëson zemrën është rasti kur erdhi kush dhe i tha muslimanëve, alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ju thanë që ju jeni pak në numër, krejt armiqtë e Allahut dhe tut ju në rrethu dhe po dojnë me të rretheku tyje, edhe shokët e tu.
fezadahum imana. Kjo vetë se mja shqetësu zemrën, hala mja shumë, mja destabilizu zemrën, çka buni? Fezadathum imana. Ja shtoj imanin edhe ma shumë. Ja qetësoj zemrën edhe ma shumë. Se? Ata thanë një fjalë të madhe. Ata thanë një fjalë që kejtë mirët e kësaj bote mi ndu me një anë. Edhe atë fjalë me ndu anën tjetër peshona e fjalë. Ata thanë me plot gojë dhe me plot zemër, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Neve na mjafton Allahu sa mbrojtësi mirë o Zoti. Armiku i Islamit, edhe nëse nuk e beson fen, nuk e beson Zotin, se beson këtë fjalë, kur t'ja thosh këtë fjalë me plot gojë dhe me plot zemër, kam ju dridhë zemra, se është fjalë e madhe. Andaj këtë dunjë, elementi i parë që na qetëson zemrën është imani. Aq më i rregulluar dhe stabil imani, aq më stabile dhe më rregulluar zemra. Në dy, qetësia përmes kryerjes së ibadeteve. Nuk ka mundësi kjo zemër me arrit mu qetësu pa fal namaz, harroje. Nuk ka mundësi kjo zemër mu qetësu me dalë me pikafe, fshije. Nuk ka mundësi kjo zemër me dalë në pazar mu qetësu. Zemra qetësohet të kry ibadet. Zemra qetësohet dhe freskohet kur e fal namazin, kur e kryen obligueshmërinë e agjërimit. Për të arsye Allahu ka thonë: "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Kërkoni mbrojtjet e Zotit, qetësinë e zemrës me sabër dhe me namaz. Erihna bis-salati ya Bilal. Çuthir ezanin edhe qetësona këto zemra me namaz o Bilal. Qetësona. Andaj, nëse nuk e arrin edhe nuk e gjen qetësinë e zemrës në ibadete, në namaz, atëherë ku ki mundësi me gjetë diku tjetër. Gjithashtu, qetësohet zemra kur ti dorëzohesh plotësisht kaderit dhe caktimit të Allahut Azza wa Jall. A ka dikush në xhami prej agjëruesve dhe agjëruese që nuk u sprovu hiç? S'ka. Aleikum selam. A ka Mehmet dikush pa u sprovu? Nuk ka. A kuptove këtë realitet? Po. I miri i keqi ka mu sprovu. Normal. Sprovat e të mirit janë më të rënda se thot keqi, këtu dihet. Por ti kur i dorëzohesh plotësisht caktimit të Zotit, edhe vullnetit të Zotit çka ndodh me zemrën tënde, kjo zemër merr stabilitet edhe qetësohet. Ku me ditë çka mi ndodh një jetë keq, kjo zemër nuk lëkundet. Kjo zemër nuk e humb busullën, por qëndron e përulur për madhërisë së Allahut Azza wa Jall. Pra ibadeti dhe kryerja e ibadeteve e qetëson zemrën e muslimanit dhe muslimanëve në përgjithësi. Nga se që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Është më çudit me punën e muslimanit. Puna e tij është këtë hajër mirësi. Dhe kjo nuk është për asgjë tjetër, pos për besimtarin. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall ka premtuar që edhe momentet më delikate jetën tonë, kur ja dorëzojmë shpirtin Zotit, agoninë e vdekjes, Allahu ka më na dhënë qetësi. Allahu ka më dhënë kësaj zemër qetësi dhe siguri. Allahu tha: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah i forcon zemrat e besimtarëve dhe i do bën sigurta në dunja dhe në ahiret. Në dunja momentin e vdekjes, ndërsa në ahiret momentin kur me laçet pyesin tyje për Zotin dhe pejgamberin dhe fenë e Zotit. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaika alla takhafu wa la tahzanu. Allah do të thotë që thonë na kanë besuar Allahun Azza wa Jall. Thumma istaqamu, pastaj kanë qëndruar stabil këto çka kanë thonë. Kanë me zbrit me lajket e Zotit edhe kanë me thonë për juve nuk ka frikë, nuk ka trishtim. Ta marrë një shembull në dunjë. Me vetë me qëllim me kuptu shumë du me thonë. Kur është gjenja e luftës, së mos vend pasigur që na imi zonë të kuqe, vend pasigur, edhe fillon hallaka ma madhe, dvin dy ushtar, oficer thojnë, familja jote nuk preket, u kallu shok, ju nuk prekni. Pra më do çfarë në ato momente, çfarë qetësie ndi njeri, çfarë sigurie ndi njeri. E momentet më kritike se kjo është ku vim me laqet, me ta marrë shpirtin, edhe thojnë, hiq mu se ki gajle. Tu kesh kene me ta nëzirë shpirtin, hiq mu se ki gajle. Për ty s'ka piklim sot, nuk ka trishtim, nuk ka mërzi. Vesh llogarit e çfarë sigurie, llogarit e çfarë qetësie në ato momente përjeton kjo zemër e cila shkëputët nga kjo botë. Ama këtë luks nuk e ka gjithkush.
Për të arsye na agjërum, e falëm taravin, e dham sadakatul fitrin, me vetëm qëllim që t'i arrim këto qetësi dhe siguri që ne ka premtuar Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall gjithashtu i ka siguru besimtarve që Allahu ka më dhënë qetësi dhe botën tjetër. Ja ejuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. O ti shpirti qetë, ktheu tek Zoti jot bujar, duke qenë Allahu i kënaqur me ty dhe ti duke qenë i kënaqur me Zotin apo i kënaqur me Allahun. Edhe hyn në mesin e robëve të mi, edhe hyn në xhenetin tëm. Dhe kjo qetësi pasaj normal, o qetësi që nuk përshkruhet me fjalë, as nuk ka mundësi me probleme fare. Pejgamberi sa të ndruar xhamat ka përjetuar momente kritike jetën e përditshme. Sidomos momentin kur i rrethuni dhujtarët në shpellë. Med në shpellë veç pejgamberi sa edhe Abu Bekri. Abu Bekri tha ja Rasulullah na zunun. I tha pejgamberi sa Abu Bekrit pyetje psikologjike. O Abu Bekr, a bën me ta bëni pyetje? Tha po ja Rasulullah. Çka mendon ti? Nëse dy veta janë me një vend, edhe i treti është Allahi, a ka tut në atë vend? Tha jo ja Rasulullah. Atëra Allahu e zbriti ajetu kuranor ku tha la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u frikso Abu Bekr, mos u pikëllo, mos u sqetëso, se Allahu është me neve. I yansurkumullahu fala ghaliba lakum, Allahu akbar. Nëse Allahu është me juve, nëse Allahu ju përkra, s'ka mundësi kur kush me ju mposhtë. Kjo është garancë nga Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall na jep qetësinë në zgjidhjen e problemeve. Para 2 orë ki pas të lashe me vendos për një punë, i çu ki fal namaz istihare 2 rekate, edhe kur e shef ka fillu me zbrit një farë qetësinë në zemrën tonde. Pse? Ki thonë o Zot, punën teme po ta lën dorë tyje, ti e din çka është më hajër për mua Allah. Vendosa ato që është më hajrit. Ti apo mendon që Zoti s'vendos për ty që është më hajër? Kjo është me pas mendim të keq për Zotin. Për shembull, njerit më të keq në katon, njerit më të keq në dunjë, mi thonë që këtë punë për ta lu amanet, çoma amanetin, ku me di sa më koni keq thot, pja çoj be sa amanet më kalon. Kush më bën kështu? Një njeri një plumb mbi tokë, një njeri keq. S'kon që feqa më ja kilon amanet, po do më ta kryej amanetin. Para mendoni mi jalon amanetin ati që çdo gjë është në dorën e tij. Ati të çelçat e mirësisë janë në duart e tij xhelavala. Çish ka mundësi me ta kryej Zoti ty këtë amanet? Ta kryejnë formën edhe mënyrë më të mirë të mundshme. Normalisht ka shkaqe dhe sebebe që sillen qetësinë e zemrës muslimanit. E para për tyre është lidhja e fortë me Zotin. Aq më i fortë lidtari mes te dhe Zotit, aq më i qetë ki më konë këtë dunja, dhe aq më të qetë keme pas zemrën pavarësisht tuhive së provave, keme qenë qetë me lene Allahu Azza wa Jall. Në 2, përmendja Zotit, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Tha Allahu Azza wa Jall, zemrat e besimtarëve qetësohen kur e përmendin Allahun Azza wa Jall. Aq më shumë me përmend Zotin, aq më qetë ka më konë kjo zemër e jotja. Leximi i Kuranit, edhe meditimi i tij, Allahu zbret qetësinë e zemrat atyre që lexojnë Kur'anin dhe e meditojnë Kur'anin. Namazi është agjërimi për ibadeteve që e qetësojnë zemrën, e bojnë zemrën me qenë stabile dhe me qenë e përkushtuar në raport me Allahun Azza wa Jall. Pastaj durimi dhe shpresa në Zotin. Çka do që ndodh bën sabër, edhe çka do që ndodh kur nuk u hub shpresat në Allahun Azza wa Jall. Andaj një duhet me ditë, qetësia e zemrës, po flas se si reale nuk ka mundësi mund gjet diku tjetër jashtë imanit besimit. Jo në pasuri. Lidhja e vazhdueshme me Zotin, me domos ka me sjell qetësinë e zemrës. Gjithashtu muslimani është i qetë, bën durim dhe është i lumtur se e din që qelçat e suksesit dhe lumturisë janë në duart e Allahut Azza wa Jall. Andaj Islami e ndërton jetën e muslimanëve në parime të thella, të forta, të cilat parime i japin qetësi dhe sigurinë në zemrën e tij. Realisht është taravia fundit, po inshallah në nesër apo kemi më ders, si çdo herë, si çdo Ramazan. Ndërsa sot e kemi
një medresant i cili ka shpejt dëshirë dhe maharët, po s'ka qenë mundësia, nëse sonte edhe pse është taravia fundit, do të jepet mundësia që me na falë ose krejt taravin ose një pjesë të taravis. E pastaj e kuptonin se përse duhet me i dhonë vitret në medrese. Për shkak se medreseja prodhon kuadro, medreseja prodhon nxënësa të cilët e përcjellin mesazhin e Zotit në tokë. Edhe pse medreseja kas, medreseve tjera është e jonja vogël, mirë po megjithatë funksionin e saj e kryen. Kuadro qetë dhe ato kuadro flasin vetë për punën e atyre që punojnë me medrese dhe flasin vetë se përse duhet që zekati edhe fitrat shumicën e rasteve ti dedikohen medreses, ti tempullit të bekum që Allahu na ka ndëruar me të në lugurin e përsevësh. Tash ku ta falë medresanti Travil, e kuptoni për shkak kon fjalën. Elu Zotin që Allahu na jap sukses bereqet. Elu Zotin që Allahu të na falë lëshime gjatë muajit bekuar të Ramazanit. Elu Allahun që të na pranojë këto ibadete edhe këtë lodhje që e kemi bë për hir të Tij xhelalu ala. Zoti e di më së miri deri Ramazan e ardhshëm. Alhamdulillahi rabbil alamin.